Good afternoon. Mirëdita dhe mirë se vini në informimin javor të dhomave të specializuara të Kosovës, ku synojmë të ofrojmë gazetarëve informacion të përditësuar mbi zhvillimet në gjykat dhe mundësim për të përpyetje. Dëshiroj të filloj me një koment në përgjigje të raportimeve çorientuese dhe të pasakta në disa media, si dhe të deklaratave të avokatit të popullit të Kosovës, lidhur me një raport të përgatitur nga Komiteti të Drejtave të Njeriut i Dhomës së Avokatëve të Anglisë dhe Walesit, me kërkesë të zyrës së avokatit të popullit të Kosovës. Në kundërshtim me atë që u raportua në media, raporti i këtij komiteti nuk përmban asnjë konstatim se ndonjë vendim i gjykatësve të dhomave të specializuara ka shkelur të drejtat e njeriut të akuzuarve dhe në të nuk nxirret asnjë përfundim se jurisprudenca e dhomave të specializuara shkel apo bie ndesh me jurisprudencën e Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut apo ndonjë tribunal ndërkombëtar ad hoc përfshirë të PN-n. Po kështu, raporti nuk përmban asnjë konstatim se vendimet mbi paraburgimin kanë qenë në shkelje të ndonjë konventi të drejtave të njeriut. Faktikisht, në raport trajtohet disponueshmëria efektive e mjeteve juridike në dhomat e specializuara dhe thuhet se shumë aspekte janë ende duke u shqyrtuar nga gjykatësit dhe mund të apelohen në instanca më të larta. Duhet të theksuar më tej se shumë nga aspektet e ngritura për avokatit të popullit të Kosovës dhe të trajtuara në raportin e komitetit në fjalë, bazohen kryesisht në argumente të marra nga parashtrimet e ekipeve të mbrojtjes. Aty nuk trajtohen qëndrimet e prokurorisë dhe të mbrojtjes së viktimave dhe as arsyetimet konkrete të paneleve në vendimet përkatëse. Në raport pranohet shprehimisht se shumë nga aspektet e trajtuara janë ende në proces diskutimi juridik dhe, për rrjedhoj, gjykatësit ende nuk kanë marrë vendime për to. Dhomat e specializuara shfrytëzojnë këtë mundësi për të rikujtuar rolet e dallueshme të palëve në një proces. Mbrojtja përfaqëson dhe mbron interesat e të akuzuarve në procesin gjyqësor. Mbrojtja e viktimave përfaqëson dhe mbron interesat e viktimave pjesëmarrëse. Prokuroria ka detyrimin e vërtetimit të akuzave që kanë ngritur. Megjithatë, vetëm trupi gjykues është ai që vendos për faktet, vlerëson provat dhe vendos nëse fajësia është vërtetuar jashtë dyshimit të arsyeshëm. Të gjitha vendimet mund të apelohen. Rrjedhimisht, për të kuptuar drejt dhe sakt punën e dhomave të specializuara, i duhet kushtuar vëmendje e veçantë arsyetimeve të plota të paraqitura në vendimet e gjykatësve, jo vetëm qëndrimeve të paraqitura nga njëra prej palëve. Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se as avokati i popullit të Kosovës dhe as Komiteti i Drejtave të Njeriut nuk janë pjesë e dhomave të specializuara dhe ky raport nuk do të ketë asnjë ndikim mbi punën e gjykatës. Të flasim tani për zhvillimet në gjykat. Në gjykimin Thaçi dhe të tjerat, lidhur me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, më 5 maj, trupi gjykues lëshoi një urdhër në të cilin zgjatja afatin e shqiptimit të aktgjykimit me 60 ditë deri më 20 korrik 2026. Trupi gjykues konstatoi se rrethanat e çështjes gjyqësore kërkojnë kohë shtesë, duke cituar volumin e madh të provave dhe kompleksitetin e procesit. Dua të qartësoj se 20 korriku nuk është data për shqiptimin e aktgjykimit, por është vetëm data e re deri në të cilën është zgjatur afati kur mund të lëshohet aktgjykimi. Trupi gjykues theksoi se në qoftë se një zgjatje e re e afatit do të jetë absolutisht e domosdoshme, ai do të lëshojë urdhër për këtë në kohën e duhur. Në gjykimin e Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Isnik Hilajt, Fadil Fazliu dhe Haredin Kuçit, lidhur me pretendime për ndikim ndaj dëshmitarëve, dëshmitari i fundit në këtë gjykim i thirrur për mbrojtjes së Thaçit, pritet të japë dëshmi javën e 11 deri 15 majit. Kjo u njoftua në një vendim të gjykatësit të vetëm më 29 prill, që u bë publik më 4 maj. Në atë vendim, gjykatësi i vetëm urdhëroi ekipet e mbrojtjes që të mbyllnin paraqitjen e provave deri të njëjtën 14 maj 2026
dhe shtoi se ekipet e mbrojtjes do të lejohen të paraqisnin prova shtesë në varësi të vendimit të apelit mbi prova specifike që janë kërkuar të pranohen nga prokuroria. Më tej, gjykatësi i vetëm urdhëroi prokurorinë që të dorëzojë kërkesa për pranimin e kundër provave të mundshme, jo më vonë se deri më 15 maj. Gjithashtu, gjykatësi i vetëm informoi palët se duhet të përgatiten të dorëzojnë dosjet përfundimtare deri të premten 19 qershor dhe se deklaratat përmbyllëse do të mbahen 21 ditë më pas. Gjykatësi vetëm theksoi se konfirmimi i këtyre datave varet nga vendimet që do të jepen në lidhje me disa apele të ndërmjetme. Më 1 maj, u bë publik një vendim i gjykatësit të vetëm i datës 27 mars, në të cilin rrëzoi kërkesën e prokurorisë për pranimin e akt ekspertizës së një dëshmitari ekspert që dha dëshmi në mars të këtij viti. Dëshmitari nuk pranoi të përgjigjë disa pyetjeve për metodologjinë që kishte përdorur për arsye konfidencialiteti. Gjykatësi i vetëm e konstatoi akt ekspertizën të papranueshme, pasi metodat e përdorura nuk ishin mjaftueshmërisht të qarta për të vlerësuar siç duhet vlerën provuese të dokumentit. Gjykatësi arriti në përfundimin se pranimi i akt ekspertizës do të dëmtonte mbrojtjen dhe përrjethoi e refuzoi si provë. Megjithatë, gjykatësi i vetëm pranoi si provë dëshminë gojore të dëshmitarit ekspert. Në të njëjtin vendim, gjykatësi i vetëm miratoi një kërkesë të ekipeve të mbrojtjes së zotit Kila dhe zotit Smakaj për shtim të numrit të fjalëve për një mocion të përbashkët në lidhje me akt ekspertizën e ekspertit, në të cilën informua se prokuroria nuk e kundërshtonte kërkesën dhe se mocioni ishte brenda numrit të gjithsejt të fjalëve që të bëhej në qoftë se secili ekip do të dorëzonte kërkesën më vete siç kanë të drejtë ta bëjnë. Gjithashtu, më 1 maj, u bë publik një vendim i 22 prillit, me të cilin gjykatësi i vetëm nuk pranoi si provë një akt ekspertizë që mbrojtja e tha që kishte kërkuar të pranohej si provë materiale më vete e palidhur me ndonjë dëshmitari. Gjykatësi i vetëm konstatoi se nuk ishte e përshtatshme që akti ekspertiza të pranohej, sepse aty bëhej interpretim ligjor pikërisht i atyre dispozitave të Kodit Penal të Kosovës që duhet të zbatohen në këtë çështje gjyqësore. Gjykatësi i vetëm bëri dallimin e qartë midis akt ekspertizave në të cilat mund trajtohen aspekte faktike ose të një ligji të huaj dhe interpretimit të dispozitave ligjore të zbatueshme që janë tërësisht kompetencë e gjykatësit. Më 1 maj, u bë publik gjithashtu një vendim i 14 prillit me të cilin gjykatësi i vetëm miratoi kërkesën e Adil Fazliut për ndryshim të kushteve të lirimit, duke lejuar atë të kishte përsëri kontakte me djalin e tij, Fari Fazliu. Gjykatësi i vetëm rikujtoi se kufizimi i kontaktit ishte vendosur për shkak të rrezikut që zoti Fazliu mund të ndikonte qëllimisht ose jo tek i biri, i cili nga ana e tij mund të kontakton dëshmitar të mundshëm të mbrojtjes. Sipas gjykatësit të vetëm, që prej asaj kohe ka pasur një numër zhvillimesh procedurale që e kanë ulur ndjeshëm këtë mundësi dhe rrjedhimisht arsyet që përligjnin kufizimin nuk ekzistojnë më. Më 4 dhe 5 maj u bën publik vendimet e gjykatësit të vetëm të datave 12 shkurt dhe 23 mars, me të cilët ai miratoi pjesërisht një kërkesë të prokurorisë për pranimin e disa provave si prova materiale të pavarura të palidhura me dëshmitë të dëshmitarëve. Gjykatësi vetëm i pranoi këto prova materiale pasi konstatoi se ishin relevante për çështjen gjyqësore, autentike dhe nuk dëmtonin mbrojtjen. Më 5 maj, gjykatësi i vetëm miratoi një kërkesë të zotit Thaçi dhe autorizoi atë që në seancat gjyqësore për paraqitjen e provave të mbrojtjes të marrë pjesë përmes videolidhjes. Tani të gjithë të akuzuarit janë autorizuar të ndjekin seancat përmes videolidhjes. Së fundi, në çështjen e Pjetër Shalës, kryetarja e dhomave të specializuara, Ekaterina Trëndafilova, caktoi më 1 maj një panel të Gjykatës Supreme për të vendosur mbikëqendrën e mbrojtjes për mbrojtje të ligjshmërisë kundër vendimit mbi apelin e mbrojtjes kundër urdhrit për zhdëmtim. Paneli përbëhet prej gjykatëses Ekaterina Trëndafilova, kryegjykatëse, dhe gjykatësve Christian van den Weingart dhe Daniel Fransen.
Kaq kishte prej nesh, nëse ka pyetje do t'u përgjigjem me kënaqësi.